Katerina nuk mund të dos. Më pëlqen të futem, më pëlqen si ide, por nuk mund të ta pranoj për arsye sepse unë punoj në bizneset e mia dhe nuk mund ta mbyll dot bizneset e mia, që kështu është e pamundur. Veç po besoj që do harroheshin çdo sensacione personazhe, sepse do kishte show. Ndoshta ajo mund të ndodhi, pse jo? Çfarë të thonë për shembull? Tintoni është një personazh i medias edhe i televizionit, i ekranit për shumë vitesh tashmë, ka nisë në moshë shumë të vogël. Kjo ideja e bigut, e bën atë për krahas apo skeptik në raport me potencialisht gushin Big Brother? Unë do jem gushi siç kam qenë, edhe mrena dhe përjashta. Realitet komplet. Mes një opsioni gushi vetëm dhe gushi me Katerinën, cilin do e zgjedhje? Gushi vetëm. Po pse? Katerina nuk mund të do, se nuk e kupton dhe mirë gjuhën. Do e kisha shumë të sekondi, për shumë të kisha dhe Katerinën në krah. Do më pëlqente, nëse vjerë, por do ta kisha shumë siklet, se Katerina nuk i njeh komplet bisedat me njerëzit, të folurit me njerëzit, nuk e di se ka laj atë. Mirë, po se mos mendoj njerëzit në këtë vjetor tash që fillon Big Brother, s'do futesh. Mos presim në këtë vjetor. Atë si dihet, nuk them kurrë jo. Okej.